ka protesta të fuqishme dhe masive, pavarësisht përpjekjeve që bëhen nga segmentet e caktuara për të krijuar, si thua, një hallakatje ose për të krijuar një përçarje ose për të ndikuar në shpërndarjen e demonstratave nga më të fuqishme që ka ndodhur në Greqi ndonjëherë, dhe ishte një sfidim i jashtëzakonshëm, do thosha unë, i situatës së krijuar në periudhën e Covidit, kur nuk kishte tubime të mëdha shoqërore dhe duke i sigur tempi shoqëror ishte nervi i shoqërisë, sidomos shoqërisë greke, ishte paralizuar në këtë drejtim. Edhe njerë them që pavarësisht nga këto figura që tregojnë, nuk janë të protestuesve grek për ato që ju thatë, por janë të njerëzve, të segmenteve të caktuar, të cilët mundohen që të krijojnë incidente për t'i dhënë të drejtën pastaj policisë dhe qeverisë për të shpërndar këto protesta. Gjithsesi, pamjet që ne shohim janë të mbrëmshme, për ta theksuar për ata që na ndjekin. Po, pra them vazhdimisht ka protestues masiv, ose protesta masive, por ka edhe grupime të caktuara të cilat nuk dim burimin e saktë të tyre, por kanë qëllime të caktuara në dëm të protestave masive. Nuk është, kësaj herë të paktën, nuk kemi protesta të dhushme nga ana e protestuesve. E kuptoj. Besoj se kjo, domethënë, është sinjali nga më pozitive për sa i përket demokracisë greke, e cila në këto momente duket se është e fragmentarizuar. Domethënë, kemi protesta jashtëzakonisht masive, flasim për miliona njerëz në rrugë dhe jo në Athinë dhe në Selanik, por në mbi 300 qytete brenda dhe jashtë Greqisë. Dhe dhe 8 në 10 grek, sipas të gjitha testimeve të bëra, tregojnë se nuk janë dakord me qeverinë, ose qeveria ka manipuluar të dhënat dhe ka fshehur shumë fakte nga tragjedia e Tembit, e 2 trenave, dhe flasim për një drejtësi të munguar nga e cila vuan shoqëria greke për shumë vitesh. Kjo është, si thua, në terren, por ekziston edhe parlamenti ku qeveria, djem pam kryeministrin grek, i cili përdori një gjuhë jashtëzakonisht të ashpër që nuk shkon për shtat, pak a shumë manipuluese, do thosha unë për sa i përket mesazhit të protestave, dhe nuk shkon dhe fare për shtat me këtë frymë demokratike që mundohet të imponojë populli grek. Të flasësh me emrin e shumicës që kontrollon, shumicës partijake që kontrollon parlamentin, kjo nuk do të thotë se, për mendimin tim, kuptohet, nuk do të thotë se aplikon ose i përshtatesh demokracisë e mirëfillt të cilës i referohet vazhdimisht dhe qeveria dhe sidomos kryeministri grek Mitsotakis. Dje kishim një diskutim në nivel udhëheqësish kryetar partisë në lidhje me këtë proces, domethënë me procesin e drejtësisë të përplasjes së trenave, ku humbën jetën 57 qytetar, dhe sot kemi mocionin, do të fillon diskutimi i mocionit të mosbesimit. Kuptohet se atë që tha Mitsotakis dje që ai do të fitoj votat, domethënë do fitoj 151 vota, më shumë faktikisht janë votat e partisë së tij në parlament, dhe ka një disnivel tjetër, domethënë cili është? Domethënë është fitoria 41% i Mitsotakis kur erdhi në pushtet për herë të dytë, siç e thatë edhe ju, dhe fakti është që pas asaj periudhe, domethënë nuk zgjati më shumë se 3 vjet, 2 vjet më falni, edhe kemi një rënje masive, drastike të kësaj përqindje të qeverisë Mitsotakisit në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, zbriti në nivelin e 27% nga 41, dhe kuptohet këto protesta tregojnë që rënja e qeverisë është akoma, e populariteti e qeverisë është akoma shumë më e madhe, por me sa duket Mitsotakis duke u trembur nga skandalet dhe nga një realitet, domethënë i pa favorshëm për të,
besoj se krijon një situatë domethënë fare të pakëndshme, por dhe njëkohësisht një përplasje